Të shfrytëzoj këtë pauzë të shkurt, po du më tregu diçka. Se dia ju kujtohet ajo, po besoj që po. Ju kujtohet koha kur e lokët tona këtyne herë, para se me në ardhë kohë të ftohta. Fillojshë me nga marrua njerës qërapa, gjompera me ato krapzat e gjatë. Po, ajo loke, një kohë shkurt kur s'kishte kujdes, e lejke lomshën me një vend dhe gjdo e dyta shtëpi kemi pas maca. Dhe u ka bit ka e loke diçka po kur vende, e gjoj ke atë lomsh, la drum prej mace, la zatën koqa heke deri sa e gjej ke vijen. E po dorë mi o thonë faru kujane që ne si popull sot jemi bo ashtu lëmsh. Si jemi të e njoft veten, si jemi të e njoft fare fisin, si jemi të e njoft njërë zëllakun, se kush jem, për i kahit kemi ardhë dhe ka jem të shkua njërës. E kështu që dhe disave dhe shta mi o thonë që mendojnë që me njohin, po jo. Ata me njohin aqë sa i lejo junë. Pra, mos mendonin që me njën. Ne gjithmonë kemi pas kujdes, po në kohët e sotme duhet kemi kujdes dhe ma partë. Shas zotën mërë njerë, sot të bus qeshën para syve, po mundohen me ta bo kurdhen, e me ta bo gropën bashkëpine. Njerëzimi, si janë të njohë vetën, a jeni të e dita jo. Sot, njerëzit e mirë i urejnë. Sot, njerëzit e mirë fare nuk i marrin parasysh. Sot, nuk krenohen me njerëzit e drejtit mirë, por krenohen me disa që duhet të turproheshin me ta. Ka zotën, unë sa moj di, e kom me të nime, o njerëse unë se kom prita ko se i vogër kom dalë për i Kosovë me 10 vjeç, pak e shumë një numër i madhë, të cilët me ndiqni e dini, kom të regu shumë herë, po e di që këtyne herë në katun kër e kanë pas një njeri të mirë, një person të mirë, jo vetëm familja që unë di mirë me atë person, unë di krenar, po tërë katun di. A, filën pistekin e kemi në katun, djalli sjallë që ma po grue ndershme, apo burri mirë, i do vatëshëm. E nga se sot, e kundër ta. Po t'jesh i degenerum, kanë mu të përkra, kanë mu të mbështet dhe kanë me u mundu me të ngrit lartë dhe ma lartë. S'po di që ka kjo thëmë. Kini të badheve, sot me konë mirën, shkoj këtu media tona, shka bujnë. Ka neftojnë në për media dhe që kanë dëgjanë aty. Shikoni në për rrjetet sociale, qëfar fjallë banale, që është dro vesht në tokë me tra, me indëgju, se le me i shiku ata edhe që po jonë me mjekra disa për fatkeq, po mjekra nuk të bënë burë. Për ta fitu e emrin burë, duhet kesh kujdes të madhe, nuk është letë, po duhet dish edhe të mbajsh. E kështu që mashkuj nga kanë bo shumë, femna po se po me qenë grue ndershme dhe me qenë burë, duhet fort me të hullu të rurin dhe gjitha një paq, po s'pate sjelljen njerëzore, s'pate bisnikri, sinceritet nuk i askushi. E kështu që e do të zotin popullin tonë të allëza, në rrugë drejt të tajrit, që ta njef bota, si kur që na njefke me sjelljen njerëzore, e jo me senet e tërkshme, me sjellje jo njerëzore, me gjitha këto degenerime që sot jam ka bohën në popullin tonë. Turp dhe në pikë fundit në maksimum. Ka që patë faru për janë jo thonë që s'padi Texas. Tjeria e te për të më duke që nuk është për ne. Mirë mbe që dhe Zotë i rujt dhe do Zotën kemi në mesin tonë gjithmonë vetëm njerëz të dovatshëm të mrekullueshëm që me ju pasi e çdo gjë. Kështu që kfill në njerëz, është koha që të bëhen një burra se për Zotën e mortën qapall me rinj don. Mos i jap një gusha dikur, po s'po më ngo djali, s'po më ngo çika, se janë to pa, se çka jeni të bën këto rrjete sociale. Keni kujdes, si nuk pa ma mirë, të gjitha kuptohen me shaka, me këshilla, me sjellje, me të gjitha, me vallëzime, të gjitha këto kuptohen, po çdo sen duhet me pas kufi, avion dhe tap të ndalet. Ju s'po keni të ndalën për Zotin turp. Më turp për gjitha ata që sot ju japin hapësirë dhe mirën në ju. Degenerim.
Kushtofshin njerëzit të ndershëm e gratë të ndershme që ja vlen mi shiku dhe mi ndëgju. Mirëmbëngjes të ditë të mbarë.